njerëzit janë si të mojtë dhe si të djathit totalisht e paknaqur. Me 11 maj, çfarë mendoni se do të ndodhë? E para Partia Demokratike herë duhet siguroj që këto 2 muaj të jenë kandidatët për deputet, të jenë të ndershëm me demokrat, ndershëm konceptin realist, jo vetëm thjesht figurativ, jo shumë tangarlik në pjesën e kërkimit votës, fundit nëse ke dalë deputet, apo je i sigurt për deputet, mos më nëqoftë që ke në listë hapur. Duhet denoncu çdo akt korruptiv që cënon fushatën elektorale, që përbën krim zgjedhor. Si del në 11 maj? Është shpejt, unë besoj që Një parashikim, unë besoj që mas 12 viteve, pavarësisht problematikave të jashtëzakonshme që mund të ketë një opozit, por s'ka qenë pushtet, nuk ka qenë pushtet, pavarësisht se shumë emra i përmenden por edhe një qytetar i thjesht që nuk e ka shumë qejf Partinë Demokratike, nëse realisht e krahason Edi Ramën me Sali Berishën, pra po i qyjmë të 2 politikanë që kanë 34 vite, kanë politikë gjatë dhe i krahason edhe si subjekt individual, unë besoj që nuk kanë shenjë krahasimi,